Territori i Kosovës për datën 7 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të ftohta dhe të lagështa duke sjellë mot me vranësira të dendura dhe rreshje të izoluara shiu në disa zona. Paraditja pritet të jetë me vranësira të shpeshta në gjithë territorin, ndërsa pasditja do të sjellë rreshje të dobëta shiu në zonat perëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryjë nga drejtimi veri-perëndim me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 7 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 7 dhjetor do të jetë në orën 6:45 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 8 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 7 gradë Celsius. Pej 4 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 7 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan 2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik 1 deri në 7 gradë Celsius. Suhare 3 deri në 8 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 6 gradë Celsius.